Ministri i Drejtësisë Igor Filkov kërkoi llogari nga të gjithë ata që kanë qenë pjesë e procedurës për caktimin e masës së arrestit shtëpiak ndaj ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi. Ai ftoi Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin e Prokurorëve Publik që urgjentisht të thrasin mbledhje dhe të përcaktojnë ku qëndron përgjegjësia. Javni obvinitelj Daniel Kocev. Prokurori publik Daniel Kocev le të shpjegojë mbi cilat fakte konkrete dhe argumente juridike është dhënë mendimi pozitiv për zëvendësimin e paraburgimit. Udhëheqësi i prokurorisë Anel Fidoski a qëndron pas këtij vendimi dhe a mendon se ky është mesazhi për zbatimin e barabartë të ligjit. Gjykatësi i procedurës paraprake pranë gjykatës penale Shkup, Marin Stanevski, cilat rrethana e kanë tejkaluar rrezikun e arratisjes tek një person që për 14 muaj ishte i paarritshëm. Sipas Filkovit, nuk mundet që për qytetarët e zakonshëm paraburgimi të jetë automatizëm, ndërsa për ish funksionarët të jetë përjashtim. Ako postoji zakon. Nëse ekziston kërcënim, shteti ka mekanizma për të siguruar siguri dhe brenda sistemit të paraburgimit. Nëse një qytetar i zakonshëm mund të mbetet në paraburgim për sasi shumë të vogël dhe pa arratisje të mëparshme, atëherë të njëjtat standarde duhet të vlejnë për të gjithë. I pari i drejtësisë Filkov tha se është e kotë miratimi i ligjeve nëse ato nuk zbatohen dhe nëse vlen në mënyrë selektive.